Krerët shtetëror të vendit nuk qëndrojnë keq sa i përket të ardhurave financiare. Agjencia për parandalimin e korrupsionit ka publikuar raportet për deklarimin e pasurisë që është bërë nga politikanët. E para e shtetit Vjosa Osmani ka një pagë vjetore neto 33.104 euro, ndërsa bashkë me bashortin ka mbledhur një banesë me vlerë mbi 59.000 euro, një shtëpi 170.000 euro dhe tokë 35.000 euro. Përveç tjerash, Osmani ka deklaruar se ka dy kredi në vlerë për 40.000 euro dhe tjetra 16.000 euro. Kurse sa i përket mbledhjes së pronës për mbi gjysmë milioni eurosh në Australi, Osmani ka arsyetuar se ajo është blerë me para nga shitja e shtëpisë në Australi, në pronësi të bashkëshortit, shitja e shtëpisë së prindërve të tij, vlera trashëgimisë, kursime hua familjare. Ndërsa nga mëditjet në udhëtime zyrtare jashtë vendit, Osmani ka përfituar mbi 11.500 euro. Më modest në këtë drejtim qëndron kryeministri në detyrë Albin Kurti. Sikurse në deklarimin e vitit të kaluar, ai ka deklaruar edhe këtë vit si jeton me qira, ku paguan 250 euro në muaj, ndërsa të hyra vjetore ka 20.278 euro. Si pasuri e paluhatshme, ai ka deklaruar banesën 67 metra katror në emër të bashkëshortes që ka vlerën prej 400.000 eurosh. Banesa është marrë me kredi e cila zgjat deri në vitin 2052. E para të gatshme, ai ka deklaruar 300 euro më shumë se një vit më herët. Sipas deklarimit, Kurti ka në bank 1.800 euro, ndërsa një vit më herët kishte 1.500 euro. Post tjerash, Kurti ka deklaruar se gruaja e tij ka edhe 15.000 euro para të gatshme. Në anën tjetër, ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjufca, ka disa prona. Konjufca ka deklaruar se i ka 3 banesa, një të tij dhe 2 të prindërve. Banesa në emër të tij ka blerën e 60.000 eurove, ndërkaq një tokë e prindërve të tij ka kushtuar 80.000 euro. Ish-kryekuvendari ka pagë vjetore mbi 30.000 euro dhe ka deklaruar mbi 7.000 euro të kursyera. Gjithashtu, goxha i pasur del të jetë edhe ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeshla. Si pasuri të paluajtshme, ai ka deklaruar një shtëpi 300 metra katror me vlerë 600.000 euro dhe një lokal 200 metra katror me vlerë 650.000 euro. Pasuria e Sfeshlës ka vlerën mbi 1.200.000 euro. Agjencia thekson se deklarimi i pasurisë është një detyrim ligjor dhe gjithashtu një akt i rëndësishëm për forcimin e transparencës dhe llogaridhënies në administratën publike.